konfirmuar Albin Kurtin si kryeministër të Republikës së Kosovës dhe 7 qershori është përgjigjja e Kosovës ndaj atyre që zgjodhen bojkotin në vend të shtetit. Faleminderit shumë dhe na prifte mbara. Faleminderit shumë e dashur Albulen, nderuar ushtruese detyrese presidente zonja Haxhiu. Atëherë dhe unë kam nderin e veçantë që t'ju ftoj që bashkërisht të votojmë për aktivistin, shokun, kryeministrin Albin Kurti për kandidat për kryeministër të Republikës së Kosovës, për arsye që u thanë dhe shumë të tjera që i dim të gjithë ne bashke, edhe qytetarët që vazhdimisht na kanë dhënë mbështetjen kaq të madhe. Kush është për që Albin Kurti të jetë kandidati jonë për kryeministër? Faleminderit shumë, më thojnë që edhe pse votat këtu janë për arsye procedurale, të pyes a ka ndonjë abstenim ose është dikush kundër? Më njoftojnë që edhe votat e delegatëve tonë nga qendrat tona në Mërgat janë unanimisht për. Atëherë urime e na prifte mbara të gjithëve. Dhe tani i kaloj fjallën kryetarit televizjes, kryeministrit Albin Kurti, që të na drejtohet me një fjallë rasti. Të nderuar delegat të Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, e nderuara kryesuese Arbrije Nagopci, një herë zgjedhë kryetare e grupit parlamentar të Vetëvendosjes në Kuvend të Republikës, e nderuara kryetare e grave për vetëvendosje dhe kryetare e Kuvendit të Kosovës dhe ushtruesit e detyrës së presidentes të Republikës, kërkoj falje nëse kam harruar një funksion tjetër që ka. E nderuara nënkryetare e Lëvizjes Vetëvendosje Mrika Limoni Myrtaj, të nderuar sekretar i përgjithshëm i Lëvizjes Alim Rama dhe koordinatore e komiteteve profesionale Dejona Mihali, i nderuari Axhavni, së shpejti do të udhëheq edhe seancën tjetër, besoj. Kësaj radhe të legislaturës së 11 dhe kështu pak nga pak po të bëhet edhe ty një mandat si kryetar kuvendi. Njerëzit do të fillojnë të thojnë dehari 3 ndoshta në verën e vitit 2026, deputet